Dhe tani, po të them ty grua, që dukesh pa dukshme, që të refuzojnë, që të shqetësojnë, të mërzitin, që bën sakrifica, kujtohu, merr 5 minuta kohë me veten të lirë dhe pyete veten tënde, duke vënë një dorë në zemër dhe dorën tjetër në bark. Mbylli syt, merr frymfell me undë, mbaj në bark dhe liroj. Bek të ushtrim të paktën 5 herë dhe pyete veten tënde, sepse përgjigja është vetëm brenda teje. Kush tjetër në familjen tënde, nena, gjyshja jote, nga nënës ose babait, nga paraarsit tënd, bënte të njëjtat me ty, bënte sakrifica dhe nuk dëgjoheshe, nuk shikoheshe, por vetëm jepte dhe nuk merte, dhe ishte e vleshme vetëm kur jepte. Dhe këtu, e di shumë mirë që do thash po, dikush nga ata bënin të njëjtën gjë që bën ti, por ti mund të bësh një diçka ndryshe nga ato. Dhe këtu jam të të ndihmoj që të largohesh nga ky përkushtim që ke bërë te nëna jote, te prindrit e tu dhe te paraarsit tënd si femër, sepse erdhi koha të zbërthejmë zinxhirët nga e kaluara dhe të bëjmë diçka ndryshe, sepse dhe ne kemi të drejta të jetojmë dhe jo vetëm detyrime. Dhe çdo gjë mund të bëhet me dashuri, dhe kur të arrijë të lirohen të gjitha këto traumat dhe programet e bindjet të kaluara dhe që janë akoma në shoqërinë tonë shqiptare, por edhe këtu në Greqi dhe në vende të tjera, por ne i kemi më të theksuara. Ndaj, në qoftë se vërtet do të bësh diçka ndryshe, në qoftë se do vërtet të dalësh nga ky rreth që ke hyrë dhe përsëritet gjithmonë e gjithmonë, jam këtu për në datën 5 dhe 6 maj, për të gjithë juve që nuk mund të ndodheni nga afër në Tiranë në datën 23 dhe 25 me këtë trajnim të fuqishëm për gra dhe për fëmijë, për lirimin e traumave, mund të marrësh pjesë ndërmjet platformës Zoom. Unë jam këtu për ata që janë gati, që kanë guxim, që vërtet duan të ndryshojnë jetën e tyre. Për të gjithë ju që i kuptoni gjërat ose si kuptoni asgjë, akoma është okay se të gjitha lulet nuk mund të celin njësoj. Kur të vi koha, unë jam këtu dhe mund të më thërrisni kudo që jeni në çdo vend të botës, që të gjendem pranë jush, jo me fjalë të mëdhaja, por me fjalën e shpirtit, të zemrës, me atë që e kam përjetuar dhe unë, por tani më mund të them me mënyrat dhe teknikat e ndryshme që kam dhe kam punuar, po më tepër me përvojën time, që nga fëmijëria deri tani, që mund të them që ti mund të fitosh lirin, mund të hapësh krah dhe të fluturosh, dhe të dhimbjen tënde ta kthesh në forcë, në liri dhe në atë që dëshiron ti. Çdo gjë mund të arrish, ke forcë, ke dashuri, dhe ti je shkëndija që do ndezësh atë zjarrin e bukur, je shpëtimi i vendit tonë, je gjithçka. Bashkë me meshkujt ne mund të bashkëpunojmë, të komunikojmë, të shprehemi dhe të bëjmë dhe ata të hapin zemrën e tyre, ndjenjat e tyre, sepse dhe ata janë shpirtra, por kësaj radhe zgjodhen të jenë meshkuj. Nuk janë agresiv, po janë agresiv me vetet e tyre, sepse kanë shumë ndjenja, dashuri në brendësi, por nuk mund të shprehen, sepse i thanë ti je burr, je i fortë, ti nuk duhet të qash, ti je shtyllë e shtëpisë. Dhe të gjitha këto bindje dhe programe nuk është kollaj t'i lirojnë, dhe ata janë të përkushtuar tek burrat, tek meshkujt. Ndaj ju bëj thirrje dhe ju meshkujve të gjindemi së bashku, sepse dhe ne si femra jo kemi nevojnë dhe ju ne. Ne mund të bashkëpunojmë, të marrim dhe të japim gjëra të bukura tani më ndërmjet nesh, dhe gjithçka do shkojë mirë. Të japim shembull tek fëmijët tanë, tek femrat dhe tek meshkujt. Gjithashtu që edhe një mashkull duhet të respektojë një femër dhe femra duhet të respektojë një mashkull, ndërmjet dashurisë e komunikimit mund të arrihet çdo gjë, dhe ndërmjet dashurisë të vërtet, atë që ne kemi në shpirtin ton, në zemrën ton, ajo shkëndija e dritës që e kemi të gjithë pa përjashtim. Ndaj le të bashkohemi, të hapim zemrën
dhe unë jam këtu për të të ndihmuar të shkosh tek zemra dhe të bisedosh me të. Veçse kur ti je i gati. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe jam e lumtur dhe së shpejti do gjindem dhe në Tiranë për të gjithë ju që jeni të interesuar për terapinë në grupe dhe në privat. Për më tepër, më shkruani në WhatsApp ose në Viber, hyni në grupet që bëhen falas dhe sot kemi grupin falas që mund të bëjmë gjëra të bukura, edhe për ju që nuk mund të bëni pagesën në terapit private, më shkruani të telefoni 0030 699 321 36 46 37. Më falni se gjithë të numra që kemi në mendje. Ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbar, një vazhdim të mbar dhe nesër, po do bëj video tjetër për nesër dhe do t'ju them dhe për ju të gjithë njerëzit që jeni lindur në maj, Zoti thot dhe energjinë e muajit maj, çfarë duhet të bëni. Dhe të gjitha këto informacionet e jashtëzakonshme, siç u kam thënë, kanë të bëjnë dhe me analizën e artës së evolucionit të shpirtit dhe gjithçka që ne mund të duam të bëjmë analizë, fejesa, martesa, pse jemi lidhur me një person, ku do na çojë, për biznesin, për të nxjerrë energjinë e ditës dhe gjithçka. Prandaj, çfarëdo që dëshiron, mundem ta ndaj me ju. Hyni në faqen e internetit të shikoni, do ta shënoj dhe këtu me çfarë janë ato metodat, çfarë ju përket juve, a ju pëlqen ky surati im, zëri im, pyeteni zemrën tuaj me dorë në zemër, a mundem të lidhem me këtë person, a mund të më ndihmoj ky person, a mund të më drejtoj, të më japi dorën ty në zhvillimi personal, sepse të gjithë pa përjashtim, ndërmjet diçka e të mirë ose një diçka të vështirë, ne do hyjmë në zhvillimin personal, sepse jemi shpirtra, jemi energji dhe kohët kanë ardhur që ne çdo gjë mund ta bëjmë dhe mund të shrohemi ndërmjet energjisë, ndërmjet natyrës dhe jo vetëm me ilaçe, se ilaçet të sëmurin diçka tjetër. 99% atyreve që të ndodhemi kanë të bëjnë me energjinë e bllokuar dhe ta jap këtë me përvojën time, sepse dhe unë hyra në këtë rrugë atere kur unë sëmura veten time. Dhe nëse keni dëgjuar intervistat nëpër televizion dhe që kam thënë, u sëmura nga gjoksi i majt. Ai që për mua diçka që mua më tronditi, por në radhë të parë më bëri që unë të lidhesha me misionin e shpirtit tim, se kisha ardhur për të shpëtuar veten time, për të bërë terapitë e vetja ime dhe pastaj këtë ta drejtonja dhe t'ja u jepnja ju. Dhe më tepër të gjejmë harmoni brenda vetes, ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore dhe këtë ta shpërndaj me njerëz. Ndaj jo thjesht e bëj këtë, e di çdo të thotë të jesh në misionin tënd, e di çdo të thotë të bësh karmën tënde dhe duhet të bëj mirë në shumë njerëz. Ndaj i bëj të gjitha këto dhe video duke ju ndihmuar juve, kam ndihmuar dhe veten. Prandaj, nëse të intereson akoma dhe të mësosh kush është misioni jot, karma jote, talentet e tua, profesionet e tua, karakteri jot, gjithçka, partneri ideal, si mund të sillesh, destinacionet e jetës tënde, nga mosha 20 deri në 40, nga 40 deri në 60, e shumë të tjera. Çfarë të sjell depresion, si sillesh kur je në frikë, çfarë mësove nga prindrit, çfarë të mësojnë fëmijët tynë, shëndetin tënd, tendencat e shumë të tjera, mund të kërkosh thjesht analizën e artës së evolucionit të shpirtit, që bëhet një herë në jetën tonë dhe është busull për ndryshimin e jetës tënde. Dhe diçka që dua të them këtu, kjo analizë bëhet me në ndërgjegjen tënde, diçka që ti nuk e njeh në brendësi, dhe të bën që ti të njohësh atë dhe të bashkëpunosh për veten tënde, që të fitosh besimin e veten tënde dhe gjithçka ta bësh për veten dhe të ndryshosh jetën tënde. Prandaj shumë gjëra në fillim dhe nuk i kuptoj, por lexojmë gjithmonë, shikojmë dhe të shikoni që jeta juaj do të ndryshojë. Unë ju ndava çfarë mund të bëj. Ju mund të merrni një vendim. Ju përshëndes dhe qofshi mirë deri nesër.